Ky do të jetë një vit i mbushur me ndryshime ligjore të lidhura me tregun e punës në kuadër të procesit të anëtarësimit në BE. Kemi disa detyra të rëndësishme në ndryshimin e legjislacionit, duke filluar nga kodi i punës dhe të gjithë legjislacionin poshtë kodit. Do të jetë një vit intensiv ku do duhet diskutojmë bashkarisht për parafrimin e direktivave, për rishikimin e legjislacionit, por edhe për të gjithë periudha tranzitore që do të kërkojmë me qëllim zbatimin me efektivitet të gjithë legjislacionit evropian në fushën e punësimit dhe të aftësimit. Mungesa e fuqisë punëtore mbetet sfidë për Shqipërinë, ndaj qeveria po vijon marrëveshjet me vendet e treta për të sjellë krah pune nga jashtë. Qeveria shqiptare ka ndërmarrë masa të rëndësishme me qëllim kualifikimin e fuqisë punëtore, por edhe me qëllim plotësimin e nevojave për fuqi punëtore edhe nëpërmjet marrëveshjeve që na jemi duke nënshkruar me vendet të treta. Gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Punës, Ibrahimaj përsëriti se paga minimale do të vijojë të rritet gjatë këtij 4 vjeçari, ndërsa po ashtu po punohet për reformimin e skemës së pensioneve.